Mirëmëngjesi të gjithëve, mirë se vini në Info Plus në pjesën e të ftuarit të ditës. Sot kam të ftuar një mike të emisionit tonë, e cila ka sjellur një këngë tepër të veçantë. Jam e bindur që kjo këngë do të shoqërojë dasmën e çdo vajze këtë verë dhe çdo verë që vjen, sepse është vërtet një këngë magjike. Të ngjall emocione, të ngjall kujtime dhe gjithmonë do të jetë pjesë e gëzimeve tona familjare. Kam sot të ftuar këngëtaren Lulka Mërkulaj për të na treguar më shumë për këtë këngë të bukur që na ka sjell. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes dhe faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty që je gjithmonë e gatshme të jesh pjesë e emisionit ton dhe faleminderit ty për këtë këngë kaq të bukur që na ke sjell. Faleminderit, është një bashkëpunim me Vis Shkodranin, siç e quajmë ne, siç e teksti dhe muzika është i punuar nga Visi dhe nga kolegu i tij Alandi. Kanë një studio në Tiranë shumë të mirë. Dhe më sugjeruan që më shku me dëgju ndonjë muzikë, ndonjë këngë bukur për me marrë, me ballën si me nxjerr si këngë dhe si videoklip. Sa po e ndëgjova më hyni në zemër. Është vërtet diçka shumë e bukur. Është ajo lidhja mes Nans dhe Bis, më pëlqeu shumë dhe menjëherë e punume. Pastaj mendova edhe për videoklipin, duke bisedu me këto të Max Production, më sugjeruan që janë ato vështirësitë ku me gjetë nanën, ku me gjetë vajzën për mu ba nuse. Atëherë më thotë producenti që lutem na gjej ndonjë foto të nanës tane, edhe ti kur ki kanë marrë thot dhe do t'i vendosim ty nuse dhe nanën me foto ashtu me përdorim inteligjencën artificiale. Më pëlqeu shumë kjo ide sepse është gjë e bukur ta përjetosh nanën në këngë, ta kesh përjetës, më thënë, në këngë. Atë që s'ka mujt me e ba për zgjallit. E sollën në këngë. Po, e di që nuk do të kishte një gju. Patjetër, ndoshta është pak e vështirë për nënat tona të jetë kjo pjesë, por është një emocion i shtuar i këngës edhe për ty, edhe për këdo që e shikon dhe e dëgjon dhe ju ka njohur ju të dyjave sa të lidhura keni qenë së bashku. Po. Besoj që kënga është pëlqy dhe kushdo që e ka një gju i pëlqen shumë. Qoftë si këngë, qoftë si videoklip, sidomos njerëzit që e ka njoftë edhe nanën teme. Por, dhe më thënë, ajo kryesorja është që kënga është pëlqy në kompleks, pra qoftë për tekstin, qoftë për muzikën, se mund t'jetë teksti për muzika, mund t'jetë pak më ngadalshme. Kjo i ka të gjitha, besoj, ka ritmin brenda, ka mesazhin brenda. Është edhe një mesazh pak a shumë edhe për vajzat e reja që kanë thënë gjithmonë një gjë e plakun. Nuk ja prishi, si që thot edhe kënga, nuk ja prishi nanës teme. Gjdo kush që ka një gju, gjdo kush që më has në rrugë, apo në një ambient ku shkoj, më jep komplimentet për këtë këngë. Besoj që do t'jetë një këngë që do t'këndohet në dasmat tona. Patjetër që do t'jetë një këngë që do t'na shoqërojë në këtë verë dhe në vazhdim, sepse me të vërtetë është një këngë që ka shumë emocione brenda, sidomos për vajzat. Është një këngë e mrekullueshme, Lulka, të përgëzoj shumë. Faleminderit. Si e ka pritur publiku? Të gjithë e kanë prit me entuziazëm, me kënaqësi, duke shprehë ato vlerësimet e tyre për këngën, për tekstin, për muzikën, për videoklipin, sa bukur është realizu, ato ambientet në Shkodër tek muzeu. Bile falenderoj shumë edhe drejtoreshën e muzeumeve për që na lejoj të bënim këtë Majlinda Laçe, që na lejoj të bënim këtë gjirim. Realizimin e këtij videoklipit. Sidomos më pëlqen shumë ajo pjesa tek oda karakteristike, më pëlqen shumë. Biles në momentin që po gjironim këtu tek shtëpia dhe Sokukës, tek shtëpia muze, më thot ky producenti, Blendi, më thot, Lulk, thot ke zgjedhur fustan i zi, kisha marrë 1-2-3 fustane, nuk po më pëlqen, thot fort, thot, më du diçka si e veshun me të bardha, s'ke marrë diçka të bardhë? Jo, i thash,
Për fat mirë janë ato dyqanet. Dyqanet që janë afër. Dhe është një dyqan që unë para pëlqej, kam marrë disa gjana aty, ka shumë të veçanta. Dhe shkoj një vrap deri aty bashkë me shoqen time Bardhen, që e mbajta pas vetes dhe më ndihmoi shumë. Dhe në moment futem aty shpejt i them gjej diçka të bardhë, s'po më presin, them kështu. Ajo vrap në zori këtë fustanin, tham, ja kë qesh këtu. Fustani bardhë që shumë. Tham, fix, tham, kë besoj që më duhet e veshë dhe s'kishte nevoj për asë një rregullim, si ishte edhe me këtë pjesën me lidhë sa mbrapa. Dhe kur shkova tek muzeumi që po prishin këto të xhirimit, wow, thot, po kjo ka bërë sikur ta mend për ty. Tash risko fati em. Fati mirë, jo. Po, ishin edhe këto të videoklipit, komplet stafi i xhirimit ishin shumë entuziast dhe shpeshherë bashkë me atë shoqen time kapeshin dorë për dorë edhe kërcenin me muzikën që transmetohej, më jepshin edhe më shumë energji, më thanë ishte edhe gjatë xhirimit ishte një gjë shumë e bukur. Diçka vërtet e bukur. Përjetova një gjë shumë e bukur. Edhe realizimi shumë i bukur. Po, edhe njerëzit që kalonin aty afër, ndaleshin, futeshin mbrëm, sa gjë e bukur, sa e bukur. Ato vetë që ishin turistat, në atë moment vishin edhe turistat, sa bukur, edhe ato shprehnin ato vlerësimet e tyre për këngën, qoftë edhe në rrugë në pedonale që në Gjuhadol që bana një pjesë të xhirimit, ishin disa, sidomos një grumull të moshuarish që po pinin kafe në mëngjesit, thot, po na knaqke edhe këtë verë, thot, me një këngë të bukur. Pra, është pritur mirë edhe pa dalë kënga, është pritur mirë, sepse Lulka pëlqehet dhe është artistja e Shkodrës që të gjithë e duan. Dua të ndajmë pak së bashku emocionet para se të dilte kënga kur ti pjesën me AI. Pra ishte, besoj, shumë emocionuese, të ti edhe një herë nënën. Shumë, momentet kur e shikon, dhe më thanë, sepse në atë moment nuk e beson dhe nuk e din se si do të realizohet. Më pëlqeu shumë momentet, dhe më thanë që kur mami, po e thras kështu, mami duke më rregullu fustanin e nusëris, një diçka që e ka pas ajo ëndër, që e kam pas edhe unë, po që fatkeqësisht nuk u realizu, kam met me shumë emocione, qoftë unë, qoftë edhe familja jeme, vleznit, të gjitha të thash që thashe e kanë njoft, dhe të gjithë më kanë marrë në telefon, sa ne ke emocionu, bile dikush nuk e ka ditë, mërshin, si ka mundësi ku e ke gjithë këtë plaken, ashtu krejtë si Nana Biku, se kështu i kanë thirë, krejtë si Nana Biku, po i thama jo, ashtu po e kam bëgë kështu, sa bukur, sa bukur. Ishte një emocion shumë i veçandja kjo moment në mami këtu. Kjo momenti është shumë e bukur, duke reguluar velon, duke edhe u përqafuar. Është diçka që për mu do të mbesin ta një jetë, një diçka ndër videoklipet më të pëlqyrat mija. Është shumë e bukur kur shikon nënën tënde, por ti the që fatkeqësisht nuk e ke përjetuar veshjen e fustanit të bardhë, po sa emocionuese është të shikosh veten në fustan të bardhë, sepse edhe kjo është emocionu vete. Po, faktikisht është hera e dytë që kam ba dhe një këngë bashkë me vllain Motor Banugati me tekst të Fadil Krajs, aty e kam vesh komplet fustanin e nusëris, e kam vesh vetë, jo ai. Po. Dhe në momentin që e shoh, përjetoj edhe unë, si kur jam unë vërtet aty. Si kur e vërtet aty. Po. është diçka dhe ka dalë shumë e realizuar, diçka ka dalë shumë e bukur. Po. është si kur të ishte originale vërtet, prandaj është edhe emocionet janë të shtuara. Po, kanë bërë një realizim shumë të bukur të videoklipit, e kanë momentet shumë të bukura, i kanë lidhë, si të thush, ndërthur. Më pëlqen shumë videoklipi, më pëlqen puna që i kanë bë, vërtet bukur. Sa e vështirë është Lulka të bësh një këngë? Qoftë në Shkodër, është e vështirë të kap një stres, të thash momentet që do të realizoja videoklipin, më thot Blendi, producenti që të lutem Lulk na gjejnë Shkodër, thot, ndonjë vajzë simpatike, të bukur. Dhe është vështirësi më vetë të gjesh figurante. Ajo është vështirë. Plus do më duhet të gjeja edhe nanën, që do të luante nanën.
Senada Delaj, vajza e Yunus Dels, ishte shumë e gatshme për të realizu këtë aktrim, pra rolin e nanës, po kur ja qova të dyja edhe për nanën edhe për të vajza që do të bajë nuse na shumë e ri, thot për na kap ligji, se ishte vajza një mikes time, një koleges time, por në vitin e dytë, i thamë, është në vitin e dytë gjimnaz, pa shumë e ri, thot. Pa shumë e ri. Ajo e kishte me shumë qef, shkum të Holta Ramadani, që e falenderoj shumë se në dha në dispozicion gjithë salonin, për me zgjall një fustan nusërije, kur ja qova me video dhe me foto, është shumë e ri, thot lutem, gjaj dikën tjetër, koha nuk premtonte. Atëherë, mas disa orvatjesh për me gjetë, përpjekjesh për me gjetë nanën tjetër, për me gjetë vajzën, sepse dhe nana ju duk shumë e ri, bili i thamë se nadës, banuti, nusja, e po gjajmë dikën pak më vjetër nana. Atëherë më thëtë Blendi që më sulal, më gjaj fotografi, të ka me të realizu, këmë me pa. Kur i thamë vlajt Zaimit, kështu më ka thamë, po ku ka ma bukur, thëtë për me përjetu nanën në kangë, shumë bukur. Nuk e mënova se po del ka që bukur, nuk e mënova. Kur e kam pa, më pëlqy shumë, kena ba 2-3 herë, dhe më thanë, e kanë mëntu 2-3 herë, me ato kërkesët e mija, si të thush, e dosha me mdalë sa ma bukur, po, dhe më kanë naj, më të thanë drejten, më kanë naj gati, si të thush ti, dhe të bëjmë si të kesh dëshirti, deri që të nga thush që të është bukur. Dhe besoj që është bukur. Sa vështirësi haset në momentin përveç pjesës gjetjes së personazheve? Është edhe ana ekonomike, financiare. A kanë artistët një mbështetje apo gjithçka realizohet Unë në e kam bërë buxhetin? gjithçka e kam bërë me buxhetin tim. Shkon, më ka kushtu mjaft shtrejt kjo këngë. Mund të kemi një çmim pak a shumë, pa të vënë në siklet ndoshta, sepse e di që është një pyetje e sikletshme. I kalon 1.000? Shumë ma shumë. Shumë ma shumë. Shumë ma shumë. është pra diçka shumë e kushtueshme. Shumë e kushtueshme, sepse videoklipi vetë është shumë i kushtueshëm, sepse vetë produksioni është shumë i kushtueshëm. Plus janë këto fustanet, veshja. Çdo detaj kushton? Diçka që mund të realizosh mbrapa mbas videoklipit, shkue artë, të gjanat, më thanë, shkan në Bajagim ka shku. Dhe nuk kam mbështetje? Ja, artistët? Ja, ndoshta mund të ketë dikush tjetër, por në këtë rast nuk kam pas mbështetje, thjesht e kam ba me forcat e mija dhe shumë mendoj t'i pa edhe tjertë, sepse sot në këtë ditë që ka ardhë, është shumë e vështirë me gjetë sponsor. Çdo kush ka ato problemet e veta, mund edhe të mirë kuptoj, por edhe mund vjen pak zor me kërku. Është ndoshta natyra. Sa shërben një këngë e re për ty, si artiste, patjetër, por edhe për vazhdimsinë tënde? Pra, mbas një këngë mund të kemi dasma të reja të rezervuara, mund të kemi koncerte të reja? Koncerte, dasma, pëlqime në YouTube, shtohet numri i friendsëve në rrjetet sociale. Ka, dhe më thanë, gjdo këngë e re që të bësh, është si të thush një reklam për këngëtarin, dhe ne na duhet këngëtarve, na duhet me kanë tanë kohën në sytë e publikut, sepse nëse rrim një kohë të gjatë pa bërë ndonjë këngë të re, publiku të harron, sepse dalin këngëtare të reja dhe këngëtarë të rinj, si të thush, kur e ke atitrin në sy gjithë kohës, e ke dhe në mendje. Është e vështirë të mbahet kjo pjesë, të mbahet ritmi që t'jesh gjithmonë? Po, pak e vështirë është, në qoftë sepse unë kërkoj perfekcionin, do dosha që të basha, po thush ta në kohën këta këngë, me këtë, si thush, me këngë e bukra, melodit bukra, tekstet bukra dhe me videoklipet bukra. Por, ndoshta nuk është hala mundësia ta mën, si thush, që mi batë të gjitha kaq shumë shtrejt. Kam plan të së shpeti në këngë tjetër. Mund të zbulojmë diçka. Ndoshta përveç çmimit pak më të lirë, mund të zbulojmë diçka, do t'jetë balad, do t'jetë ritmike? Jo, këngë pak ritmike, jo kaq ritmike sa kja, pak më e gjallë, se kjo këngë është
pak më shumë për rinin, besoj që do të vendoset për themun. DJ do të përdorin për këto eventet. Jam pak më ndryshe, vi pak më ndryshe këtë rallë në këtë videoklip dhe në këtë këngë. Jam pak më rinore. Po, unë, ose të pak të ndoshtë është mendimin personal, por mendoj që Lulka është në zhanërin e vetë tek baladat. Po, më pëlqejnë shumë baladat. Kam një balad që e kam gati, vetëm është momenti, kam 2 ose 3 këngë, dhe pas tyre do të vendos baladen, që të ketë pak në verë, sepse në përgjithësi edhe në verë janë të baladat, së shpejti do të bëj edhe këtë balad, do t'jetë së shpejti në treg edhe balada, besoj që do t'jetë një balade bukur, kam punuar me Andi Unazën, orkestrimin, është një këngë që do t'a risjell, e kam të punuar me kohë, por kam bet, nuk i kam barë asë një videoklip, kam bet thjesht si këngë, e kam risjell dhe njëherë dhe Andi Unaza e ka punu shumë më bukur, i ka bë një orkestrim shumë të këngshëm që më pëlqen shumë, dhe së shpejti do t'i bëjmë edhe videoklipin. Diçka shumë e bukur, një lajm shumë i mirë. Cilën nga këto përqafon publiku më shpejt, Lulka? Pra një këngë dasmash, një këngë ritmike për rinin, apo baladat? Me që kam pa unë në këngët e mija, publiko ka pëlqy më shumë këngët ritmike. Por edhe baladat, ka shumë njerës që pëlqejnë baladat. Bile këtë këngë që unë e kam risjell, ma ka kujtu një fanse imja, që unë as nuk e njifsha, por ka thënë ke pas një këngë shumë, thot me vargjet e këngës. Apo i thamë është vetëm thjesht në disk, në CD, dhe mendoj që do t'a risjell, ma kujtove, do t'a risjell. Sa të emocionon kjo pjesë? Ke një publik të mrekullueshëm që është gjithmonë krahtej edhe në fakt, kur shoh edhe komentet më kënaqin, sidomos për shembull te kënga që kam bërë me Adnan Balen, si dikur hala të du, kënga Shkodrane, që ka dalë si këngë Shkodrane, futet në ato në pjesën e perlave të muzikës popullore Shkodrane, besoj unë, sepse çdo kush më ka thënë dhe më jep komplimente shumë për atë këngë, e pëlqen shumë, dhe janë pafund komente në këtë këngë, qoftë për mënyrën e të kënduarit, qoftë për muzikën, qoftë për tekstin, për realizimin, çdo gjë, ajo këngë është tepër e si thosh se është një këngë që i kushtohet çifteve që dashurohen deri në fund jetës tyre. Është diçka vërtet shumë e bukur, edhe një realizim i mrekullueshëm nga ana të dyve ju. Po, me që dolëm tek baladat, ndonjë balade ke menduar? Ndonjë bashkëpunim, ndoshta si pjesa e si dikur hala të du? Akoma nuk ka një? Akoma nuk e kam menduar, por besoj që kjo balad që do të hall së shpejti në treg, në media, në rrjetet sociale, besoj që do të pëlqehet dhe më vonë, ndoshta do të mendoj për ndonjë bashkëpunim, ndonjë balad. A është më lehtë të bësh bashkëpunime? Lehtë është, por duhet me ju gjetë, sepse çdo këngëtar ka atë preferencat e veta. Për shembull, unë kisha shumë dëshirë të bëja një këngë me Bujar Shamilin, edhe kur i thash tekstin, jo, thot, është një tekst për marrëdhëniet baba dhe bi. Po. Thash, po si kur ta bëjmë, dhe i çova vetëm tekstin. Jo, thot, jam herët, nuk du mu babë në këngë, hala. Du me kanë pak më ashik, më i ri. Okej, thënë. Dhe njeriu du të mendoj, të shikur bën baladën, du të mendoj cilit kantar mund t'i shkojnë, mund t'i përshtatet kjo këngë. Ashtu siç kam mendu për shembull për këtë këngën që kena ba me Adnan Balen, duke lol pak trunin, duhet një za i amël, za i qetë, dhe më shkoj mendja te Adnani dhe i ka ndaj shumë bukur. Dhe si e ka pritur kur ja ke prezantuar? Në fillim ka qenë pak skeptik për këngën, edhe pas i takova pas disa kosh, e di thot sa e pëlqejnë, thot, ma kërkojnë gjithkohën, thot, se këndon të Kiliria, gjithkohën ma kërkojnë, thot, me kënu këtë këngë, nuk e kam mendu se kam e isë kaq shumë. Është në çdo vend? Në çdo vend ku këndohet, të paktën ku këndon Adnani dhe ti live, është çdo kohë. Edhe unë vetë, kur kam qenë prezente duke kënduar në ndonjë lokal,
kanë ardhur dhe djemë të ri dhe më kanë thënë, na kënoj këtë këngë se na pëlqen. Po, pra nuk ka një diferencë moshë për pëlqimin e kësaj këngë, pëlqehet nga të gjithë grupë moshat, dhe jam e bindur që të gjithë e dinë. Në momentin që ti e këndon ose Adnani, të gjithë këndojnë bashkë me ju. Është edhe një balad tjetër që unë e kam shumë për zemër, dy biles, më përqafo, mos mu largo, sigur të jetë hera fundi ti, më përqafo. Ati refren, do dua shumë, kam frikë nga dita kur do të më shkosh, se të dua shumë, e vetëm ja në këtë botë do të pres, se të dua shumë, vetëm një lutje kam për ty, mos mu largo. Kur ëngjëjt bie në gjumë diçka shumë e bukur, është edhe shumë emocionuese, një tekst shumë edhe një këngë emocionues. tjetër prap një balad që e kam risjell prap me videoklip, që e kam incizu në Reç në një ambient shumë të bukur në bujtinën e Reçit dhe në natyrën e bukur të Reçit, ishte vjesht dhe ajo vjeshta ka atë bukurinë tapet, një tapet gjethesh të bukura me të gjitha ngjyrat, me të verdh, jeshil, me të kuqe, me vishnje. Është kënga që të deshta shumë falje të kërkoj, me gjithë se fajs ka ma koma dashuroj, më duaj pak dhe ti, jo sa të dua unë, se s'ka në bot dashurita mund. Pa tjetër që nuk do lojmë pa përmendur dhe të preferuarën time, Dora Gaboj. Herën tjetër që të kisha të ftuar, unë holla një pjesë të këngës që ke kënduar ti në Instagramin tim dhe kisha shumë mesazhe, ku pjesa më e madhe që unë kam janë të ri dhe të gjithë e din dhe e pëlqejnë dhe më shkruanin akoma e dëgjojmë. Besoj që është një ndërkënd dhe më thanë hitet e asaj kohë, por që vazhdon të mbetet. Dora Gaboj është edhe Po të pres, të cilën më kërkojnë shumë gjatë kohës që jam duke këndu në koncerte të ndryshme, apo në qoftë edhe në dasma. Janë disa këngë që kanë mbet në repertorin tim, kanë mbet hit edhe do mbesin, besoj, është kënga Kur Beqari që s'ka dasëm dhe s'ka koncert që unë nuk do t'a këndoj, sepse ma kërkojnë. Edhe nëse ti nuk je, në momentin që është DJ, kënga Kur Beqarit është gjithë. Po, shpesh herë më qojnë nga ambientet të ndryshme, qoftë edhe kur jam me DJ, njerës që i një, më qojnë këngën që po vetë në spënd kënga jote. Besoj që preferenca e parë, sepse të gjithë kemi njerës që janë të larguar dhe në merë malli për ta, sidomos në kohë që ka sot, kur beti është akoma një plagë shumë e madhe e shoqërisë shqiptare. Dhe kënga mbetet gjithmonë hit. Do na përshëndesësh me një këngë? Me këngë Dora Gaboj? Okej, faleminderit. Atëherë, në qoftë se do në i këngë tjetër, në qoftë se kjo më pëlqen mua, dhe kemi bërë zgjedhjen ideale. Atëherë, më falo dashuri, për ne është vonë e di, veç deshta dhe njëherë, zanin me tani. Më falo dashuri, për ne është vonë e di, veç deshta dhe njëherë, zanin me tani. Të falenderoj shumë e dashur dhe ishte një mbyllje perfekte e këtij emisioni. Faleminderit edhe ty, je shumë shumë ëmbël. Faleminderit shumë. Faleminderit që je gjithmonë e pranishme dhe gjithmonë e hapur për ftesave tona. Faleminderit shumë edhe ju për ftesën, sepse edhe kjo është një lloj reklame që ju bëni për ne, i falenderoj shumë. Përshëndes edhe të gjithë fansat e mi kudo që ndodhen. I përshëndesim edhe ne të gjithë. Dhe i falenderoj që gjejnë kohën për të na dëgjuar, gjejnë kohën për të na shkruar në Instagram apo në Facebook, në rrjetet sociale, në YouTube. Faleminderit familjes time për mbështetjen, faleminderit shkollës, drejtorisë, kolegëve të mi, gjithë shoqeve të mia që janë pas kuintave, që gjejnë kohën dhe vinë dhe më përkrahin kur kam ndonjë videoklip, për shembull kam këtë shoqen që thash Barbarta Gjumbalaj, është gjithë kohën pas meje, kam një dy vajza tezësh që i kam si botra dhe çdo kohë po i kam suport qoftë për gjetë një veshje, sepse edhe ajo është pak stres më vete. Ndoshta të duhet një mendim gjithmonë. Po atjetër, kam shumë mike dhe shoqe të cilat më gjenden gjithmonë. Është një fat i madh të kesh sot dhe ti kesh
suport dhe mbështetje. Falenderoj Zotin që i kam këto njerëz rreth rrotull që më bajnë entuziazmin, bajnë energjinë pozitive. Edhe ne të falenderojmë ty që sjell këngë kaq të bukura dhe kaq energji pozitive për të gjithë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këtë moment. Takimi radhës së bashku nesër në Info Plus.